Më shumë se 72 milion njerëz në Bashkimin Evropian u klasifikuan si në rrezik varfërie në vitin 2024, që përfaqëson 16.2% të popullsisë. Norma e rrezikut të varfërisë tregon pjesën e njerëzve që kanë të ardhura më pak se 60% e të ardhurave mesatare të vendit të tyre. Eurostat thekson se ky tregues nuk mat pasurinë ose varfërinë reale, por pasyron të ardhura të ulta krahasuar me të tjerët në të njëjtin vend, gjë që nuk nënkupton domosdoshmërisht një standard të ulët jetese. Mesatërisht në Bashkimin Evropian, të ardhurat mediane vjetore për person në 2024 ishin 21.582 euro. 60% e kësaj shume është 12.949 euro, ose rreth 1.079 euro në muaj. Kushdo me të ardhurat nën këtë nivel konsiderohet në rrezik varfërie. Sidoqoftë, dhëna sipas vendeve japin një kornizë më të qartë. Në Bashkimin Evropian, ky prag ndryshon nga 391 euro në Bullgari deri në 2.540 euro në Luksemburg, kur përfshihen edhe vendet kandidate me të dhëna të disponueshme dhe anëtarët e EFTA-s, dhe diferenca shkon nga 201 euro në Turqi deri në 2.596 euro në Zvicër, ndërsa Norvegjia është gjithashtu një nga 3 vendet ku pragjet kalojnë 2.000 euro. Kufijtë e rrezikut nga varfëria janë midis 1.500 dhe 2.000 euro në Danimark, Austri, Irland, Holland dhe Belgjik. Ndërkohë, niveli është në 750 euro në disa shtete, duke përfshirë Letoninë, Portugalin, Kroacin, Lituanin, Polonin, Greqin dhe Slovakin, dhe nën 500 euro në Hungari, Rumani, Bullgari, Serbi dhe Turqi. Midis 4 shteteve më të mëdha të Bashkimit Evropian, Gjermania ka pragun më të lartë të rrezikut nga varfëria me 1.381 euro, e ndjekur nga Franca 1.278 euro, Italia 1.030 euro dhe Spanja 965 euro. Diferencat në produktivitet dhe strukturën industriale ndihmojnë në shpjegimin e ndryshimeve të mëdha midis vendeve sipas ekonomistëve. Produktiviteti më i lartë mundëson që shtetet të mbajnë paga më të larta. Si rezultat, ekonomitë me sektor të mëdhenj me vlerë të lartë si financa, teknologjia e informacionit ose prodhimi i avancuar zakonisht paguajnë më shumë, duke rritur edhe pragun e rrezikut nga varfëria.